Përshëndetje dashur miq, unë jam tenor Ismet Veseli, ky është podcasti Aulos dhe sot kam një mysafir shumë të veçantë për mua dhe për muzikën momentalisht në Maqedoni. Ai është drejtori i ansamblit muzikor në Tetov e para se ta njohim se kur është për drejtor, do e njohim se çka ka vënë jetën e tij. Mirë se na erdhët. Mirë se gjeta, si jeni? Mirë, faleminderit. Atmosferë e këndshme. Shumë faleminderit. Faleminderit që ke ardhur. Faleminderit juve për ftesën. A mundem me tu drejtu me ti? Po, patjetër, absolutisht. Deri para se të flasim për ansamblin muzikor, se është një prej institucioneve që realisht ka shumë probleme. Probleme në atë kuptim të formimit, sepse ende s'është formuar plotësisht. Po kthehemi pak jetës tënde private, se pse ke filluar me marrë muzikë, si e marrë muzikë dhe si ke rritë deri këtu ku je sot. Kur më qenë i vogël, baba ndigjonte muzikë. Edhe kisha disa llojet kasetofonave në shtëpi, edhe kisha një Walkman me shirit. Edhe mu si i vogël më bënte përshtypje, me thonë ai mbante ato, edhe vinte interesant. Pastaj i kishte qef muzikën, e kishte qef filmin. Edhe shifshim filma, jetojsha në atë ambient, edhe tash si fëmijë i vogël shumë, u bona edhe kureshtar, thash çka është kjo puna që aty edhe ish me muzikën, po mbas një kohë ma kam pas bleu, kam pas dado tezën time. Baftin. E përshëndes. E përshëndes. Ajo ka qenë një ndër inicueset e kësaj, se unë kam dejt me atë, edhe ajo shkon ma ka pas blejt një piano të voskër. Edhe si fëmijë, dhe me thonë, ajo kishte njohuri elementare muzikore dhe mi ka tregu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Edhe unë i kam mësu shumë shpejt. Edhe më sandej, normalisht, u interesun edhe më kanë shumë në shkollën fillore të muzikës në Tetov. Edhe në shkollë tull, do më të ngeshe? Po, kam qenë në shkollën fillore, kam mbajt atje orë me Petar Makariev, një pianist i mirë shumë. Ishte edhe ndjera presëreshe ime solfezhës Andriana, e cila ishte një presëreshe mrekullueshme. De facto shtys që më dha shumë energji si fëmijë i vogël ka qenë ajo i ndrit shpirti se nuk është më në këtë botë. Kështu që u lidha shumë edhe me atë profesoreshën dhe isha i mirë shumë në solfeggio. Merte në për gara, unë isha fëmijë, fitoja kështu vende dhe bësha entuziast, pastaj këta di se çfarë. Kështu që kam kalu një fëmëri interesante me muzikën, u lidha shumë. Kur e mendon kështu është fëmiri e mirë, apo? Po, kur e mendoj, jo, po ishte diçka që unë më bënte vazhdimisht kureshtar. Edhe po duhet ta them edhe një gjë, ka bë për herë kureshtje teknologjia, nuk e di për çfarë arsye interesante, shumë ndoshta pse qarkullojshin nëpër shtëpi edhe më vite interesant. Në shkollë të mesme isha në shkollë të muzikës, unë deshta fillimisht të shkoj për piano, edhe nuk e di pse më ndryshu mendja, në fund thash do shkoj në teorik, kam shkollu teorik. Në shkollë të mesme? Në shkollë të mesme. Ku në Tetov? Në Tetov. A kishte paralele Shqipe në atë kohë? Po, do me thonë paralele Shqipe, unë kur kam qenë, sapo më strem ishtë e 4-ta gjenerat. Sa u hapë, sa u hapë, edhe ishin profesorët e mirë, do me thonë ishin gjithë të ri. Ishte profesoresha të uta. Që është profesoresh shumë e mirë? Profesoresh shumë e mirë, unë kam respekt shumë të veçantë për atë. Edhe ajo më merte në për gara. Kemi shku disa herë në për qytetet ndryshme me të. Ishin shumë profesorë, tash mos u ngelet hatri, po unë me profesoreshën të uta kom pas një farë lidhje shpirtërore me të se vitin e parë ajo merreshte shumë me nxënësit dhe merret ende. E ka ashtu një energji. Edhe më ka marrë mas vete, më ka angazhu shumë. Edhe na bombardonte non stop kur na shifte. Po bënim ato ushtrimet e solfezhës, edhe shkosha për gara, në shkollë të mesme, pastaj jam marrë, krijum një band me disa shokë. Isham një 6-17 vjetë. Do të thonë kur pa muzikë realisht? Jo. S'ka shku një periudhë që mos më marrë muzikë? Ka pas një problem, ka pas një gjë të përbashkët që e kishim me profesoreshën të uta, unë nuk jam protagonist, nuk më pëlqen protagonizmi, nuk e dua skenën për vete. Unë muzikën e shoh si po në ekip, edhe nuk e di, karriera muzikore për ere kam pa nga ana e backstage. Do me thonë, kam pëlqy gjërat ti shkruaj, ti luaj, po në grup asnjëherë vetë. Nuk e di pse, kam pas atë fiksim. Edhe mbarova shkollën e mesme, kam pas rezultat
shumë të mirë, të shkëlqyshëm. Edhe kujdestari im më tha, shife tha se është hap, tha, mendoj tha se ende ekziston tha sonologjia në fakultetin e muzikës, edhe e hapa atëherë internetin, qaq sa ishte, nuk gjeta kur gjo. Edhe u detyrova, pastaj të vi në Shkup, erdha në Shkup, e kërkova sillabusin, e gjeta sillabusin aty, pastaj e takova profesor Buzharovskin. Buzharovski është një prej mendjeve më të ndritura që kemi pas. Buzharovski, do me thonë, është njeriu i cili më ka, si të them, është udhëheqësi im në jetën artistike. Mentori jëtë, po. Me thonë nuk... A ka pas në ndikim edhe në karakter? Në shumë, në gjithë shka. Se edhi si ishte puna, Buzharovski të edhin është një tip energjik. Edhe ka një uri, e ka 2-3 fakultetet mbarume, kështu që unë ndëgjoj atë ai disa lantë, bile i merr një edhe fakultative. Për shembull, sociologjinë e muzikës e kam dëgju prej te Buzharovski. Kam dëgju sonologjinë dhe multimedian patjetër që e kishim orë të veçantë, se sonologjia dhe multimedia ishte në kuadër të fakultetit teorik. Do thonë, ne dëgjonim mbi 6 lantë shtesë nga studentët tjerë, dhe kishim orë incizim, për shembull incizim kishim 3 vitet e para kishim audio, ku kemi incizu pothuajse të gjithë studentët, instrumentistë më të mirë që kanë qenë në universitet në atë periudhë. A ka pas tjetër shqiptar që ka pas kolegë në sonologji? Në sonologji nuk kam informacion se ka pas tjetër. Unë mendoj që s'ka ende. Po, unë mendoj se nuk ka. Nuk gjenerata ime isha vetëm unë, se aty pranojshin vetëm 5 student. De facto ishin ato student që Buzharovski i zgjidhte si dinte ai vetë i zgjedhe, edhe nuk e di, ai më thonë, ma përpara më duket se ka qenë një student dhe vitin 2008-2009, po nuk jam i sigurt për këtë që. Dhe me Buzharovski pastaj unë vetë se e gjeta aty, e gjeta vetën unë, me qenë se e njohë shumë mirë teknologjinë audio-video. Edhe e shoh që je fan shumë i madh, gjithmonë kur bisedojmë, ka audio edhe ka incizimi. E kam pas pasion, dhe aty komplet e kam gjetë vetveten. Aty në fakultet në atë kohë kishim një teknologji mjaft të mirë. 2012 ishte teknologji e avancuar. A ishte merit e Buzharovskit? Katedra po. Katedra ishte financuar, mos gaboj, nga Finlanda, apo një shtet i huj. Ai ka pas lidhjet me Europën edhe me Amerikën, sidomos. Se na tregon të shumë shpesh se çka ka përjetuar Pava. Edhe ai kishte sigurua ato mjete, ato, domethënë studioja jon kishte mjetet, të gjitha mjetet që duheshin për një audio inxhinier, ose për një tonist minimum që mund të tjetë, ose deri në maksimum, varesht e sa ishte interesi, sa njeh gjuhën, se ty duheshte anglishtja, duheshin njohja e kompjuterëve, të cilën Buzharovski zotëronte perfekt. Kemi punu me Macintosh në atë kohë, me Final Cut, me Pro Tools, e kështu me radhë, edhe kemi incizu. Buzharovski bonte një arkiv, kështu që kemi pas edhe një thellim bajgi të thellë rreth arkivimit dhe regjistrimit të dosjeve. Edhe duket e pasura në çdo ditë. Ne kemi bërë edhe transferime, për shembull konvertime, nga mjetet analoge, për shembull shirit, kasetat, shiritat e kështu me radhë, kemi konvertu në digital. Megjithatë me një pjesë e bëm ne, pastaj nuk e di se çfarë ka ndodhur, mbasi kam mbaru fakultetin, se unë automatikisht pas mbarimit fakultetit jam angazhu në televizion fillimisht, pastaj kam punu privat e kështu me radhë, kështu që nuk kam qenë aktiv në punët, edhe pse Buzharovski tentonte shumë në atë kohë që unë të vazhdoj master e kështu me radhë, po nuk e di, u lidha me profesionin, e gjeta veten, edhe kam funksionu shumë mirë, kam komponu, kam regjistru. Për gjithë ata që na ndjekin, a mundesh me na shpjegun dikush që studion sonologjinë, çka mundet me punu më ndej? Shqipe. Që t'jetë kjo një shtyp, sonologjia, sa i përket katedrës ku unë kam mbaru, sonologjia përfshin të gjitha informacionet nga vibrimi bazë deri në regjistrimin digital, që nënkupton njohje të mirë të psikoakustikës.
me thonë hapësirës vendit ku ekzekutohet, ku luhet vepra artistit, që është pjesa më e rëndësishme, me thonë, e krejt storjes. Pastaj njohja e mikrofonave, pastaj njohja e procesit të incizimit, se përket nëse punohet me analog ose me digital, regjistrimi në digital, arkivimi, pastaj përpunimi dhe post-production. Kjo që i vjen që ka shumë punë. Është një proces i gjerë, tash në Evropë, secili kjo është një industri, për çfarë quhet industria e muzikës. Po kene këtu një njeri mundet me një njeri bën disa punë. Interesante është që për shembull pas viteve 2018 ndryshoi edhe teknologjia. Tani zhvillimi teknologjik ka sjell një avantazh për njerëzit të cilët kanë informacione të mira rreth produksionit, kështu që ai me një grup pajisjesh të mira digjitale, nëse i përzgjedh bukur, mund të nxjerrë një incizim që ti nuk e beson, ose për shembull mund të tingëlloj sikur është incizuar në studiot e mëdha. Këtë e ka pas avantazh kjo bota digjitale. Shumë njerëz edhe shumë producent kanë qenë skeptik fillimisht, unë kam qenë shumë pro teknologjisë digjitale. Ti realisht e ke përjetuar atë tranzicionin. Edhe de facto ne u kyqem ne punonim në atë kohë një Yamaha 02R, që ishte digjitale, dhe me thonë, ne kemi pas incizimet mrekullueshme. Absolutisht është pjesa e analogu që duhet, po digjitali është botë në vete. Bota digjitale kërkon njerëz të cilët përpikshmërisht e dinë se çfarë duan dhe ajo funksionon patjetër. Ndërsa analogu e ka atë ndjesinë e prekjes pajisjeve, për shembull nëse është një përforcues pre-home që i thonë, ose nëse është një efekt hall reverb, duhet ti programosh aty në real time. E njëjta gjë ndodh në digital, vetëm se në digital ndodh me numra. Dhe duhet të jesh më i përpikt me numra, do më shumë mund të të marrë më shumë kohë, mund të të marrë më shumë, si themi ne, nerva. Kohën që ke punu në televizion, sa të kanë ndihmu me mësu? Shive, puna në televizion është punë që më kanë ndihmu shumë me praktikën. Për shembull në televizion, unë organizoja Music Live, edhe incizojshim ato, dhe vite interesant se aty kushtet ishin të limituara, edhe me ato kushtet limituara dilte diçka e bukur. Edhe improvizimet, po, ati si është pak si bised balkanike, kështu me... Që gjithë shka improvizohet realisht. Ato ma let pa dhimbja, pa vujtje. Po këthejmë tash që tema më e rëndësishme sepse je këtu. Hajde. Ansambli muzikor. Si po shkon puna atje? Ansambli muzikor doli si të thomë, si një surprise në jetë. Unë nuk kam pas ambicje të mëdhaja për të qenë udhëheqës. Si thash, jam ashtu tip që e duaj jo protagonist. Megjithatë mu dha një mundësi edhe mu ofru disa herë, edhe kështu që tash ta provoj, ta sfidoj edhe veten, po sfida doli pak më e madhe se sa që e prita unë. Ansambli është institucion i ri. Tani, si produksion, ansambli kërkon resurse humane, dhe me thonë kërkon bazën, ajo që është artisti. Ne nuk i kemi të punësuar për X arsye, nuk janë realizu punësimet kur është desh të realizohen, që është një temë që nuk duhet dhe ta diskutoj, ajo është problem tjetër, po me gjitha të ka një temë që duhet ta diskutoj, është pjesa që prej momenti që unë jam. Dhe me thonë, vitin e kaluar, se tash t'i vini... Këtë transmetohet në janar. Vitin e kaluar dhe me thonë, moment që e mora ansamblin në udhëheqësi, gjëja e parë që kam pas se jemi vetëm 3 veta. Edhe kjo më ka shqetësu shumë. Kam hap planin e punësimeve, e kam shqyrtu, e kam dërgu në për institucione, me thonë, fillimisht shkon si proces në Ministrinë e Kulturës, pastaj kthehet nga Ministria e Kulturës, nëse gjithçka është rregull finanse, ka një farë kalkulimi financiar, pastaj shkon në MIOA, një institucion tjetër. Dhe kur kthehet pozitivisht prej atje, përsëri ne bëjmë listingun,
e cila është listë që u kërkoa vjetë për së dyti herë është e njëjta listë. Ato e dërgojmë në Ministrinë e Kulturës, sepse ajo është themeluesi ynë, e ato duhet ta vazhdojnë në Ministrinë e Financave. Vitin e kaluar neve na lan pa përgjigje konkrete. Pse, do të thonë, as nuk na dhan punësimet, as nuk na treguan pse nuk na e dhan, ose do të thonë ishte gjithçka ashtu kaloi në heshtje, po si tip jam njeri që nuk dorëzohen në asnjë mënyrë, kështu që pozitiv, ndoshta kam e pas ndryshime. Edhe të njëjtin proces e kam kalu, tani pres përsëri që të paktën të kemi një vizion nga Ministria e Kulturës për këtë ansambël, edhe pse vizioni jonë është i qartë, ne kemi thonë ato, kemi bërë plan konkret për punësim, plan funksional. Ti ishe pjesë e ansamblit në një koncert, besoj se gjatë gjithë kohës që edhe ndjekës i nisi profesionist që ne kemi realizu planin maksimum dhe më ndjem shumë, me thonë, më bon emocion momenti që artistët shqiptarë kaq shumë kanë vullnet. Kupton, kaq shumë e duan punën, i duan një institucion, edhe më dhëmbë fakti që, do me thonë, këto procese zgjaten. Për çfarë arsye nuk e di, do me thonë, gjithçka i gjej kësaj, vetëm logjik nuk i gjej. Ka u bën 9-10 muaj që unë po mendohem, do me thonë, për çfarë arsye disa artist duhet të presin kaq gjatë për të qenë në vendin ku duhet të jetë. A kemi kuadro? Po. Shve, ne në përgjithësi jemi shumë vetë kritik. O e kam thonë edhe dikun tjetër mendoj në një emision, ne jemi shumë vetë kritik. Kjo na bën mirë që shpesh na shtyn përpara, po megjithatë ndonjëherë edhe e egzagjerojmë. Çfarë në kupton e egzagjerojmë? E egzagjerojmë duke u ndjerë inferior. Kjo nuk më pëlqen as pak. Ne kemi djem shkëlqyshëm. Kemi vajza shkëlqyshme. Ne jemi kaq sa jemi në Maqedoni dhe institucionet tona janë të përbashkëta. Do me thonë nga Kumanova deri në Stru, kur hapet një institucion kulturor, muzicientët... Në përket gjithve. Ashtu, ju përket gjithve. Absolutisht. Edhe unë këtë gjë e thomë me krenari. Edhe realisht, edhe në veprime ke tregu, se në këto koncerte ka pas prej gjithë treva. Shife, neve na duhet një shife, artisti nuk është i qytetit, as i babës. Unë mendoj kështu. Artisti është njeri i vendit. Vendin në kupton nga Kumanova deri në Gjevgjeli. I takon popullit realisht artisti. Edhe i takon qytetarëve, gjithë qytetarëve, kështu që i duhet stage-i, ajo, më falni, skena, që ai të interpretoj dhe t'ju jap kënaqësinë edhe ndjenjën edhe emocionin çdo qytetarit ta përjetoj një koncert të bukur, pse mos e ndigjoj, për shembull, ja, pa modestir, po ta them, një qytetar i Strugës dhe ku ta di unë çfarë, Ismetin. Kupton, Ismeti është i krejtëve. Ku e di unë. Nuk ka lokalizëm në art. Ka lokalizëm. Nuk ka do të thonë kjo është absurdi më i madh që unë kam dëgjuar. Ka pas disa reagime sepse është në Tetove, jo në Shkup? Nuk, shive, është aty ku është, kaq. është themelut. Ashtu, sot unë jam prej Tetove, për shembull 10 vjet kam punuar në Shkup. Kupton? Edhe s'ka lidhje. Kështu që unë jam sot, nesër mund të jetë Ismeti, drejtori i ansamblit, ama ansambli është me lokacion në Tetove. Ansambli është i gjithë qytetarëve. Do të thonë, pse si ka shumë arsyetime, do të thonë që janë logjike. Në Shkup ka teatr, opera dhe balet. Në Shkup ka filharmoni, në Shkup ka jazz orkestër. Do të thonë, në Tetova është si një vend i dy universiteteve, e cila nuk kishte asnjë aktivitet muzikor të këtij kalibri, flasim. A ke pas bashkëpunim me filharmonin, me operën? Shumë. Bashkë pyetje me vend. Unë duhet ta falenderoj shumë drejtorin e
Filharmonisë, i cili na siguroi instrumente tafa të duam, na siguroi timpanet, ti e din se ishte problem në atë periudhë, a do të gjejmë as do të gjejmë, ne si kemi, do mundohemi vitin 2026 është misioni i parë që të siguroj një buxhet diku për t'i marrë ato timpane. Ne i siguroj Mustafa Imeri pa asnjë problem dhe ne realizum atë koncert të bukur që besoj se do ta transmetoni edhe ju këtu. Shife, ne jemi një shtëpi e vogël, jemi fëmiu i vogël. Ju duhet ndihmë patjetër. Duhet ndihma e gjithkujt edhe unë jam krenar që ai njeri, unë Tafën e njoh si artist. Absolutisht, njihemi se jemi të qytet, domethënë të Maqedonisë. Personalisht e kam taku 2-3 herë përpara në formë miqësore dhe kur ju drejtova në telefon ishte një njeri aq korrekt edhe aq i sjellshëm, aq mu më bëni përshtypje shumë se ishte edhe entuziast për të ndihmuar dhe mu më ka pëlqyer. Mendoj se gjithë duhet të kuptojmë se ansambli muzikor është një mision i joni i gjithëve bashkë. Absolutisht, nuk ka asnjë diskutim. Shife, nuk gjërat tona, domethënë nëse krijohet një institucioni o pasojë një procesi të madh. Aty nuk ka individ, aty ka grupe njerëzish. Shqiptarët... Aty ka nevojë artistike. Absolutisht. Shqiptarët, muzicianët shqiptarë, edhe jo vetëm, edhe Maqedonës, edhe cilët do qofshin ato, do ta kuptojnë se muzika është shkencë e ekipit. Kupton, është arti i ekipit. Ti nëse nuk ke një ekip, ti nuk mund të jesh funksional. Ja ta them kështu, ta jap një bazë të thjeshtë. Je një solist. Ti nëse nuk e ke një shok i cili të bën 1-2 video. A kupton, ti mund mos jesh askush. Ti nuk je për Nëse nuk është një dirigjent që të shton me kënu. Ose një dirigjent që Pra, çfarë është puna? Puna është ne do të kemi brotherhood, vllazëri, do të kemi dashuri mes njëri tjetrit që të jemi të suksesshëm së bashku. A vet jo. Vet e di si është puna. Ne shqiptarët krijojmë mitologji rreth këtyre njerëzve supermen, super heroes. Po, kemi këtë me qenë se jemi edhe popull më i vjetër në Ballkan. Mitet i dojmë shumë. Po, ashtu i kemi krijuar edhe vet. Për shembull, mitin e Akilit, mitin e ku ta di unë Zeusit e ku ta di çfarë. Do të thonë çfarë bëjmë? Ne kemi krijuar atë kultin, e krijojmë kultin me një individ, themi ky është i Kjo është i paarritshëm. I paarritshëm, nuk ka të paarritshëm, edhe ato kanë pas ekipe edhe vetes, edhe ne duhet të gjithë të jemi bashkë në çdo lloj procesi, sidomos në proceset e kulturës, e veçantit muzikës. Kjo nuk vlen vetëm, mendoj se jo vetëm për muzikën, kjo është edhe në teatr. Ja, nëse është art, është kjo. Ja një krahasim të thjeshtë. Për shembull, ne kemi teatre shumë të bukura. Ja unë ndjek Sopin. Sopi është aty drejtor të teatrit të Tovës dhe ato ekipe janë të mrekullueshëm. Edhe ato funksionojnë, domethënë kanë zhvillohen njëri me tjetrin. E ke qartë, ne kemi pas mungesë institucionin. Unë besoj se në institucion në momentin që ne do të arrijmë tipull se të blidhemi, si thonë ato, si bletët me një koshere. Bletët punëtore. Atëherë ne do të patjetër do ta kemi që të mbajmë njëri tjetrin fort edhe të zhvillohemi bashkë. Dy koncerte shumë të mira ka ndodhur, një është me Xhafer Xhaferin, se kam patjetër me përmend, se kam qenë publik edhe më ka pëlqyer shumë. Edhe më ka pëlqyer që s'ka pas mikrofon edhe ka tinguar shumë mirë. Po shpërvend që tek e vendos edhe më ka pëlqyer. Edhe koncerti tjetër ishte i nëntorit, realisht i festave të nëntorit. Xhafer Xhaferi është njëri i madh. Është një muzicient, mund të themi ndër violinistat më të mirë që kemi edhe nuk e di a do të kemi. Inshallah kemi. Edhe në Europë është në atë. Ai është kaliber. Edhe unë jam gjetë shumë krenar që erdh tek ne në Tetov. Mendoj se pas një kohë shumë të gjatë ka qenë performancet e parë në Tetov, edhe bisedu me Xhaferin, them Xhafer, akustika këtu nuk bën. Do të thonë nuk bën, është ajo nuk është për koncert. Tha shife, tha mendohet tha ti je i kësaj pune, tha shife, tha si mund ashtu, e gjetëm një pozitë aty ku mu ishte me përshtatshme dhe dul një koncert i mrekullueshëm, ishte Felix Mendelssohn, po ishte kështu duheshte të tingëlloj romantike edhe ishte në violina ati e dha charmin e periudhës, e nxori në ngjyrën e kompozitorit, kështu që të gjithë kanë ngelë
të befasuar nga ajo performancë, unë të them të drejtën u befasova nga publiku. Ishte në numër shumë. Ishte në numër shumë të madh. Normalisht tek ne unë atë e tham ne jemi shumë paragjykues. Në fillim thonë këtu nuk e di ma do vinë, edhe unë më kapi një farë kështu, si më thonë një farë angthi, thash nuk e di veç çfarë bëhet, si ka mundësive Xhaferi të vi, edhe u dola nga brapa skenës dhe i thom aty Rojes, i thom hapi dyert. Kur hapën dyert, veç shifsha njerëz që vinë aty edhe ndjesha mirë, po edhe si i hutum diçka çfarë po ndodh, kështu që pat publik shumë të mirë. Xhaferi na nderoi. Unë e kam inqizu koncertin. Megjithatë, Xhaferi nuk, domethënë nuk për shkak të kontratave që sepse Xhaferi është funksionon në Europë. Besoj se në Filharmoninë e Berlinit, ashtu tash më ka dalë, nuk e di në cilën pjesë, dhe kishte ndonjë kontratë e cila nuk na lejonte që të ekspozohet shumë, po megjithatë unë e kam atë në arkivin ton, edhe Xhaferi do të vi përsëri në Tetov me një sepse meriton të vi, edhe meritojmë edhe ne të dëgjojmë ashtu muzikë të mirë. Për koncertin e Nëntorit nuk po flasim. Koncertin e Nëntorit do e bëjmë një epizod veçantë. Sot një javë do të dëgjojmë koncertin e Nëntorit. Koncerti i Nëntorit ka qenë ajo energjia ime maksimale që unë kam dhënë aty. Po edhe ti e ke shiju. Po, e kam shiju definitivisht, po më zhdesht shumë mund, sepse ishte numër i produksioni i madh, një numër i konsiderueshëm me një buxhet edhe të sakatosur. Gjithë ishin skeptik për koncertin, po do me thonë, duhet energji, unë ende e kam stresin e ati koncerti, nuk kam pushu për ati koncerti, ishin numëri mati kontratave, numëri mati i njerëzve, 52-3 artistat janë gjithë me ego dhe me kërkesa. Jo, po, shife, ne do të përshtatemi kushteve, edhe pa tjetër e kemi të bëjmë atë punë që ne të punojmë për ndryshe, nëse ne fillim tash, si me thonë, i hedhim problemet mbri probleme, dhe ato vetëm mund të... Nuk ka zgjidhje. Unë prirem, në karakter jam prirem që të gjej zgjidhje, nuk me intereson pasoja, pastaj se si kalon. Dhe njerë, është pasoja pak me e madhe. Edhe janë disa video shumë të mira që ti i bën edhe si promocion, edhe ato i bën vetë edhe pse je drejtor. Po, vetë. Kështu që të falenderojmë edhe të lumt. Në fakt, mos e harroj, ka qenë Olti që më ka ndihmu shumë. Po, ka qenë kraju i djathtë. Po, kraju i djathtë, ai bani videot, i gjeneroi videot me ai në koncertin e Nëntorit, ka qenë aktiv shumë, është entuziast edhe ai është vullnetar, vullnetarisht. Shive, më vjen mirë ndonjëherë, duhet i përshëndes të gjithë vullnetarët, me emra janë shumë, Shkëlzenin, absolutisht Shkëlzenin tonë. Ty, Albën, Premtimin, Agonën, e tjerët krejta, do me thonë, krejt që ishin aty. Cili është një urim për 2026? Shive, 2026 na gjej më të kthjellët, të koncentruar në punë, edhe... Ti po thu pa pushim? Jo, pa pushim, po. E di shpse, është ajo thonja na imi që ne tallim shpesh, po ajo është rezultat, ajo sjell rezultat. Do me thonë, Naimi nuk e ka shpik fjalën punë atë. E kishte gjetë, unë kam u thu shpesh në për Evropë, timi fundit ka qenë në Zvicër. Edhe aty e gjenë fjalën e Naimit punë. Do me thonë, ne do të punojmë, sidomos artistët, punojmë fuqishëm, punojmë fort, punojmë bashkë me logjik të shëndohesh me dashuri shumë të madhe edhe me mirëkuptim. Shumë falenderoj që erdhe. Faleminderit shumë. Dashumiq, ndjekët podcastin Avulos, me mua tenor Ismet Veseli, me msafirin ton shumë nderuar Blerim Qamili nga Tetova, drejtori i ansamblit muzikor, e sot një javë do të ndjekni një koncert shumë të veçantë, cilin do të paraqes në episodin e ardhshëm. E deri atëherë, miru pafshim.